Bëjmë një pauzë vogël dhe merremi me këto gjërat me këto skandalet e Shqipërisë. Dhe pikërisht Seb, shkurtimisht të lutem, sepse kemi këtë, kemi dhe një fabull tjetër që s'dua t'ju mbas deri në orën 11, kemi akoma 25 minuta kohë. Skandali me mikrokredit rikthehet hetimi i thelluar. A mund ta shpjegojmë fjalë thjeshta se po fare thjeshta? Ç'është ky skandal i mikrokredive? Kush e ka shkaktuar këtë skandal? Dhe çdo më thënë që është rikthyer hetimi i thelluar. Përpara nuk ka qenë i thelluar? A ma shpjegon? Ishte kjo është çështja pra. Po ta marrë historinë në 2015 krijohet një kompani që quhej Mikrokredit. Kjo mikrokredit që krijohet. Kompani private? Një kompani, po. Private? Private. Nuk ka lidhje shteti fare në këtë mes? Jo, s'ka lidhje shteti. Okej, dakor. Krijohet kjo kompania. Dhe kjo kompania është kompani kreditdhënëse. Pra jepte deri në 6 milion lekë vjetra. Pra ti kishe nevojë për ca lekë, kishe nevojë për ca lekë të shpejta, me këtë përqindje apo pa atë përqindje interesi, shkoj edhe e merr aty. Do se duhet bleje televizor kështu. Do bleje televizor, frigorifer. Gjëra të vogla për njerëzit që po. Që ideja është brillante apo jo? Po, shumë funksionon në të gjithë botën. Po ka qenë para 2015 kjo apo nuk ka qenë? Kjo kompania merr në 2015 licencën. Dakor. Tani çfarë ndodh? Kjo kompania me këtë shqiptare pronari i kompanisë. Shqiptar është apo i huaj? Po, shqiptar. Të licencë, ky pronari tani, shkon dhe futet në treg për të lerë kredite këqija të bankave. Bankat kanë sa kredit këqija që thotë Sebastiani, nuk ma ka larë kredit. Qa, do ma? Vonon këste, i lejë Po, qarë. Shkon dhe i ble. Çështja është që s'kishte ligj. A e ka blerë para se të bëjë ligji? Po, i bleu pa ligj. Po si e shitën këto pa ligj? Po, pyesim Bankën e Shqipërisë dhe këto ligjvënësit. Pra skandali nuk është i kompanisë mikrokreditit, është i bankave të mëdha. E subjekte monitoruese është Banka e Shqipërisë. Prandaj po them, pra vjen njëra pas. Po jep njerëz sepse shumë interesante. Shkon te BKT-ja, te Raiffeiseni, te këto tjera dhe i thotë, keni kredit këqija ju? Po, thonë ato. Na i jep ti marrim. Edhe i merr këtë gjitha kreditet. Aty ja shesin. Sa kredit do ti 30 milion euro. Ti jep vllai thotë ai ç'a do ti tak jep letrat, merri kredit. Po si do ja marrësh? Çënci ka i thotë se di unë se si ja marr këto kredit. Se po e shpjegoj në mënyrë sa më thjeshtë. Bravo, jo, ajo më duhet, Pa i hyrë teknikalitet. Ajo më duhet, jo mos hyri teknikalitet, jo. Fillon dhe bëhet problem. Vjen 10 miliona euro kredi të këqija, qytetarëve që nuk i paguajnë. Po flasim për 80 deri në 100.000 qytetarë. Ore, unë njoh njerëz që kishin marrë kredi, se kemi bërë disa emisione në MSN për këtë. Për rast vdekjeje, s'kishin lekë për të. Po normal kur. Po. Nëse. Jo, normal në kuptimin nuk është normale, po normal që ndodhë. Ç'a ndodh? Është rritet çmimi këtyre të qytetarët të mortit sot. Janë rritur këto që vënë për këto që kapin këto, po funeralit, po. Qytetarët fillojnë dhe ankohen. Edhe i thonë, ore, çfarë është duke ndodhur, i thotë. Sepse ky thotë vjen këtu me përmbarusin, thotë, edhe më merr shtëpinë thotë për 500.000 lekë. Më merr pronën për 1 milion lekë. Më merr makinën për 2 milion lekë. Edhe është njësoj, makinën time tani, unë e kam blerë kaq lekë, vjen ti dhe si dhe më thua mua dëgjoj, ti ke 862.000 lekë që si ke paguar akoma këtu. Po, them, mund do t'i paguaj më vonë, po s'kam jam pa punë pa gjë. Dëgjoj thot, do të marrim makinën, do të marrim bicikletën, do të marrim edhe makinën e gruas, do të marrim edhe shtëpinë. Edhe ti ngel shumë shef, ore po psi do më marrësh gjitha? Njëri tu i kishin marrë pronat, i kishin marrë disa hektar tokë. Bllokojnë gjithë llogaritë bankare, gjithë titujt e pronësisë. Sepse ka licencë për ta bllokuar ky. Jo, ç'a licencë ka për ta bllokuar, se s'mund të bllokosh me llogarinë bankare ku unë marr rrogën dhe rrogën e kam 500.000 lekë. Ka një vendim gjyqësor që the titull ekzekutiv. Është pa gjyq kjo gjitha. Po pra, dhe tani është me veprime përmbarimore. Shumë e thjeshtë logjika. Ky është banka. Është Raiffeiseni, BKT, Kredit si ç'a banka është. Është ky banka. Unë i marr lekët e bankës këtij. Dhe marr një rrogë minimale, ore mikrokredi 1 milion lekë që shkon dhe i merr, nuk e merr ai që merr 2 milion lekë në muaj. Ai që merr 300-400.000 lekë në muaj shkon dhe i merr. Qartë. Ky e merr rrogën me bankë se punon diku. Dhe merr 500.000 lekë rrogë. Ti shkon te banka dhe i thua bllokoja të gjithë llogarinë këtij 500.000 lekë në llogarisë. Tani e kupton se ku jemi, bëhet problem kjo edhe shkon në Ministri Drejtësisë. Merr Etil Lagjonaj, merr një dosje 700 faqe. Ish Ministri i Drejtësisë. Po, 700 faqe. Edhe ja çon dhe prokurorisë dhe Bankës së Shqipërisë, thotë, ore, thotë, këtu po ndodh një gjë që s'po e merr vesh i pari dytin. Merrni masa, i thotë. Po ndodh një gjë që s'po e merr vesh i pari dytin. Fatkeqësisht shkoi njëri dogji veten përpara Spakut. Themi drejt. Dikush ka veten? Pra kemi një të vetvrar. Kemi 2 të vetvrar. 2 të vetvrar. Është ky që dogji veten para Spakut dhe mbaj mend të cilat. Personi që u hodh. Po ç'e ishte ky i varfër? Ky që u Ishte një person çani që kishte marrë gjithçka për një kredi 3-4 milion lekë. Kishin Po ishte i varfër vetë, jetonte ishte i varfër, ku hynte, çfarë stresi ishte ky tipi? Dim gjë? Ishte se varfër. Varfër mos se, ore,
një person që merr 1 milion lek kredi, Vetëm ose një sekondë. E kupton që na iku gjithë jeta duke marrë me hallat e të varfër në këtë vend. Hallet e pasura se Si s'mendon njëri për pasurit varet, i kanë halle shumë të i mëdha. pasuri u vet vra këtu, u hodh nga pallati. Po jo, për s'është i pasur ai mërse tani. Ky që i mori gjithë lekët tjerëve, u vet hodh nga pallati. ai që ishte i Po pronari. ti këtë më thuash, mos se ky është halli i madh valla. Ky që ishte u hodh ky nga pallati. Po i mori gjithë lekët njerëzve. Po ti e beson që është hedhur vërtet? Ose Jo, nuk e di. Ose oj. Po nuk ka vetë vrasje. dinte- Po ka vetëm vrasje më burr, nuk ekziston vetë vrasje. E mbaj mend është një film, Terapi dhe plumba, Ëh? dhe një nga ato personazhet, se bëhet fjalë për një bos mafios që merri psikolog. Edhe thuhet vrau veten, po si e vrau veten, e qelloi tha veten dyerën kuris, pastaj u hodh nga balkoni. Çfarë perle. Po dëgjoj. Ose me gjithë të vazhdoj, po të lutem leni detajet, më thuaj thelbin. E le bisedën E merr prokuroria e Tiranës. E le bisedën këtu që në gjithë këto raste, njëri shkoi u vetdoq the ti, Po. përballë, Fatkeqësisht e spaku. dhe kjo ka ndodhur para një viti, më duket para 2 vjetësh. Rreth Sa ka? 2 vjet. 2 vjet. vjet ka. Dhe një sekondë, pastaj si vazhdon historia? Historia vazhdon kështu e merr prokuroria e Tiranës. Po? Prokuroria e Tiranës nis hetimin, thotë është grup i strukturuar kriminal dhe thotë mund të ketë personazhe të rëndësishëm të përfshirë. Kur ka personazhe të rëndësishëm, doli guvernatori Seko, shkoi në kuvend dhe foli për këtë çështje, dhe foli për presione, për palë të treta, për këtë, për atë. Gjithë shkuan te Banka e Shqipërisë, thanë ore si u licencuan këto kompani, si u licencuan, ky vdi këto humbën lekët. Institucioni që i ke kompetencat për to. Dhe prokuroria e Tiranës tha, vëlla, tha, këtu po flasim për 27 veta, tha. Këtu mund dalin emra, tha, që unë si kam dot në diskrecion. Unë ja çoj spakut. Ja çoj spakut. Di çfarë bëri spaku? Spaku tha, po, tha, patjetër e marrun. Mori, siç kam unë këtë dosjen që vi, edhe i shkon prokuroria e Tiranës, edhe i thot, i shef të dosjen, thot, Po. kjo dosja, thot, me kaq faqe, thot, është dosja e mikrokredive. Janë prekur 80.000 veta. Kush ja thot? Kush ja thot? Prokuroria e Tiranës ja thot spaku. Po, dhe s'paku e merr? Janë prekur 80.000 veta, janë 30 milion, më shumë se 50 apo 100 milion lek, euro, etj. Edhe i thot, na, i thot, dosjen. E merr, ky e shef, po, thot, patjetër. E merr dosjen dhe e çon gjykat. Po. Gjykata i thot, vllai, thot, Nuk hetoj fare. do bësh sa hetime ti, tha, apo si e ke halli. Kemi do të cili është prokurori Spakut që e bëri të punë? Apo s'e di me emrin? Duhet të jetë Kondilin, mos gabojmë. Kondili është? Kondili. Dakor. Pare çka Pra, pak shkretë dhe Kondili, këtë lloj duke pas gjëje- në hall tjetër, është marrë me një dosje tjetër, tani do merret edhe me hallet e varfër. Se prokuroria e Tiranës këtë i tha. Këtu mund të ketë njerëz që unë tha nuk shkoj dot te ato njerëz. Po çaj njerëz ishin këta valla? Po Banka e Shqipërisë, po se kush do jetë tjetër? Ministrit. Ato që vjen, ato që marrin. Sejko valla guvernatori për këtë punë. Guvernatori doli folin kuvend për këtë. Po pra. Po foli për presione. Po në fakt kush është burimi i skandalit pra? Ditë ma thuar sot. Banka e Shqipërisë duhet kontrollojë një herë. A ka ne detyrë të kontrollojë si jepen licencat? Nesër shkojnë marr licencë, do marr. Po mirë, Spaku e ka marrë hetim Bankën e Shqipërisë. Ka shkuar në zyra. Po këtë i thot gjykata, pra ore hetoj. Dakor, thelloj. Thelloj çik. Qa perde, thelloj. Thell- Sonë e verë, thelloj, kadri. Theo telekomandia, thello orti, thello. Po është dhe ajo ma që i thotë në verë e tyre, thelloj, kadri. A kujt ja thot? Kadri Azbiut apo? Silos. Silot. Thelloj, Thelloj pak, i silot, thot. qarë perle. Thelloj pak. Se ky siç e mori dosjen? Këtu ka mbetur tani historia, pra. Po. Tani do presim ato thelloj Spaku apo jo? Per. Çfarë janë? Marsi ti si avokat që je, vlla, edhe pse ti je avokat penalist dhe këtu, megjithëse këtu ka vrasje, Ka po këtu nuk ka interes. po një gjë nuk kupton tani. Ky realisht në çfarë kushte është hedhur nga balkoni tipi që kishte një njeriu kryesor i mikrokredi i kësaj kompanisë. Kushte depresionit thellë. Pse ky e ndjeu që kishte bërë, ishte fut në hak njerëzve të varfër. Do ç'a ndodhi seb që hodh nga balkoni. Dim gjë apo kjo duhet të jetë pastaj gazetari investigative do të futemi te psikologjia, do të pyesim mjekët, se ne nuk dim për shkak autopsia, i është bërë atij tipit? Do e egzageroja shumë në qoftë se do të thoja është Raskolnikovi te Krim dhe ndëshkim. Është thjesht një grykës, një person i cili Mund të vrasi veten ai grykësi pra atëherë, është e pamundur. Një grykës nuk e vret kur vetë. Asnjëherë. Si mendon? në qoftë se ti çon në rënim mira familje dhe nuk e ke për asgjë që ta bësh. Në qoftë se nuk të vret as ndërgjegja, ndoshta të kanë vrarë. Në qoftë se ti ke gjetur një grimc ndërgjegjeje dhe gruaja të ka thënë do të lej dhe miq nuk të kanë takuar më dhe një ditë nuk arritet të ikësh në Argjentinë që të shkosh dhe të bësh jetë atje me ato para që u vodhe këtyre, Si Adolfi? atëherë ti thua kjo jetë ka që paska dhe shkove dhe u hodhe. Ose në fund fare, dikush, Po pra, për shembull në Shqipëri, në Francë ose gjithandaj do merreshin me këtë pra. Si u hodh, pse u hodh, kush e shtyr, Kjo të bëhet më kundërshtar, fakti se ka kaq shumë ka dyshim, domethënë, është e vërtet. Kjo Është e bukur shumë kjo, mos kjo është dek e zezë, dhe kronik e zezë, është dhe kronik
Pra, është disa ngjyrë shpert. Thriller psikologjik. Po, thriller është, po ndërkohë ka ndodhur, se është hedhur vërtet ai. Është edhe me vërtet. Ose e kanë hedhur. Nga cili kat ishte ose? Jo, kati nuk e mbajmë, po duhet të ketë qenë kati 9 apo kati 10. Nga shtëpia e vet? Jo, nga një pallat. Ishte një pallat në ndërtim, kishte hyrë te ky pallati. Zërbe. Roja tha nuk e pash. Më kush është ky? Ja di me emrin më. Me atë me ata gjej, se Ishte kam pas. njëri i njohur, është njëri i njohur. Unë nuk e njihja faktikisht. Nuk është Emri pa njohur ka. Nuk Lere, mos e përmend emrin. Lere. Okej. Nuk na duhet. Reale, dita them unë shkurtimisht, e para punës që këta janë fajdegjin me licencë. Pra këtu Fajdegjin me licencë. fajdegjin me licencë. Të gjitha institucionet e mikrokreditës në Shqipëri janë fajdegjin me licencë. Sa operojnë në radhë parë me norma interesi që e kalojnë limitin e përcaktuar nga ligji dhe se janë marrë asnjëherë masa. Dhe dyta të dinë që janë interesa të tjera okulte që këto i shërbejnë njerëzve të caktuar për t'i vënë lakun në fytyrë për të shtrydhur. Nuk ka asnjë sens logjik që ta aplikosh të marrësh 500.000 lekë ose 1 milion lekë dhe të shkojë interesi për një vit ose për 2 25 milion lekë. Ose 30 milion lekë. Është e njëjta gjë që bëjnë dhe bandat e krimit, sepse kjo fenomeni fajdeve në Shqipëri është shumë fenomeni prapë. Qartë. Pjesa më e madhe e bizneseve operojnë me fajde të cilat i marrin nga bota e krimit. Ndërkohë, këto e thjeshtëzuan lojën, pra që mos kesh nevojë që të kesh njohje interesa, referenca etj. Ishte shumë e thjeshtë. Do të blesh telefon iPhone sepse çdo njeri joshet nga Qartë. Mund ta blesh thoshin me këste, do pagosh në muaj 100.000 lekë, do marrësh 1,5 milion, do lash 2.5. Çfarë ndodhte? Për një vit i shkonte vlera 5 milion, 6 milion. Dhe institucionet e mikrokredive, përveç se bënin këtë lojë, hynë në lojë duke bërë dhe ekzekutimin e kredive të këqija, ndërkohë që nuk ishte bazë ligjore, siç e shpjegoi Sebi. Tani ideja ashtu, si ka mundësi që disa institucione, përveç se operojnë pa ligj, përveç se operojnë me norma interesi të cilat e kalojnë ligjin, përveç se i marrin gramën e fundit, njerëzve të thjeshtë, allegjin të këtij vendi, si ka mundësi që nuk kanë të shkim. Dhe për më tepër, gjë që është më shqetësuese është që institucionet të cilat duhet bëjnë kontrollin, monitorimin dhe gjithashtu e curinë e mënyrës si operojnë këto subjekte, shprehin mos kompetencën. E di çfarë është kjo që ka bërë Banka e Shqipërisë, ose si thot policia e shtetit, ne nuk kemi ç'bëjmë që të kapim kriminalet, se bëhet fjalë për njerëz me shumë rrezikshmëri. Po se kapi policia e shtetit, kush do i arrestoj? Po si monitoroj Banka Qendrore, Ministria e Financave, këto institucione, kush tjetër do e bëj? Do bëj Agjencia e Kontrollit Ushqimor? Jo, po të paktën po të kishim dhe mafia në kuptimin e vërtet fjalës siç është në Itali që të mbronte mafia. Këtu s'mbron as mafia. Po është më çanë edhe mafia, është dhe kjo. Po s'mbron mafia këtu, se aty të mbrojnë ata. Ata i mbronin këto njerëz të thjeshtë që kishin halle, vëlla, te mafia shkonin zgjidhnin. E ditin historinë e mafias në Çili. Apo jo, sepse ata ishin ushqim i vogël për mafian dhe ata kishin. Po pra, edhe këta të vegjël janë shkretët më të varfër janë më burr. Po të kishe, imagjino të kishe një mafioz llan të vërtetë, jo nga këta idiotët më burgjëri me zinxhira, nga ata lacat. Kishe mafioz vërtet tan lagje. Do shkoje ti si njeriu, do të thosh ore më kanë ardhur tha më burr, më duan të marrin shtëpinë o këtë drejt. Po diun shtëpim, do të marrin makinën sepse kam akoma edhe kaq lekë pa paguar. Ti mendon se nuk do e mbronte ai? Po e bëri se këta kanë bërë nuk është ka bërë një plak në Vlorë. E ka bërë. Po, shivet dhe është shumë interesant. Ta tregoj vetëm 30 sekonda. Kadastri i Vlorës është një nga më të korruptuarat. Kadastra. Po sigurisht o burr. Prandaj u mbyll. Edhe nuk ka se ti ndrysh. Prandaj u mbyll. Dhe ç'a ndodh? Një nga këto të plot fuqishmit në Tiranë kishte marrë një pronë, një plake, gruaja plak. Kjo i thot, ma more pronën me letra, më çove gjyqeve, ore mje pak të vdesë qetë, një ca para. E kishte marrë buzdetit. Sti japta. Dhe kjo siç e kanë vlonjatët që po të vunë për mbrapa. Ç'a bëri? Shkoi dhe një nga këto të frikshmit. Padrino? Po, padrinot. Padrino, po themi padrino Edhe i tha një gjë. Unë mos e gëzofsha kur. Po. Unë tha mos e gëzofsha kur. Po, unë tha e kam me letra tokën. Si e kam me letra, tha ti e ke të falur. Tha vetëm ati tha ai mos ta gëzoj. Normal. Në tilla raste kjo bëhet. Ky pa letrat, Iku e hoqi atë, hoqi qafe. jo si tha unë, tha bëhem, tha pronari, tha 1.000-2.000 metrave në Bregdet, t'jap unë firmën, tha, dhe ti bëhesh pronar. Po doj gjë, tha, po më dhe gjë mirë. I tu kollarisur të nesërmen, në Tiranë, në zyra ti, dhe i thot, jemi bashkë pronar, thot, në ambientin që je duke të nërtuar në Bregdet. Dhe ngel duke e parë kështu, si ore bashkë pronar. Po, tha, unë tha jam pronari legjitim, tha, kam letrat origjinale, tani tha ne të dy dhe jemi bashkë pronar. Këti tha, një fytyri hikte këti, tip oligarkut, se dinteve kë kishte përballë. Një fytyri hikte, një fytyri vinte. Dhe të guxonte, mos ta quante bashkë pronar këtë tjetrin. Dhe si përfundim? Dhe si përfundim e rregulluan me ca miliona dollara, ku dëgjon se si e rregulluan, do merrte edhe. Është histori e vërtet, pra, nuk është anekdotë. Te tregojnë për, po të shkosh në Vlorë, këto e tregojnë histori të vërtet. Ledion, bëjmë një xhiro urgjent të furnizohemi pak se jemi shumë keq vëlla. Jemi në fund fare dhe duhet shkojmë urgjent tek ajo
në asnjë vend tjetër verset e ESPO Ili, se ndryshe çek motori. Çek motori, po kujdes. ESPO Ili, zoja zotri, është e vetmja logo që ju duhet të kur ecim makinë që ktheni kokën majtës djathtas, shikoni se shumë e bukur, tregoja pak Ledio. Shkoj sa e bukur është. Është e bardhë me të kuqe, kupton? Prandaj është e bukur sepse bie në sy më një herë ESP Oil. Është performancë motori, është frymarrje makine. Është i pastër si karburant, është 100% i pastër, benzina 100 oktanshe. E vërtet, jo fake. Ndaj kujdes, mos fusni çdo lloj zorre që u del përpara në rrugë, shkoni vetëm këtu, te kjo logo, ESPO Oil e keni gjithandej. Nuk kam bisni dot sepse është logo shumë e veçantë. Dakor? Bravo Saidi, i papar, the fuel of champions. Papar Saidi, madh shumë. Plaset fabula tjetër në ekran, Ledio.